Në kuptimin më literat fjalë, qenëroje, le të më shaj tash qen. Në anglisht thuhet watchdog. Kur ta mësojmë fjalën në anglisht watchdog do të thonë, ata që do më shajshim si qenëroje, se kuptojnë që po më bëjnë respekt. Qenëroje do thotë që ruan me syt gati, se mos guxon bëhet në ndërhyrje dhe parandalohet diçka. Informohesh në çast etj. Aty ka ca qenëroje që janë të strukturës. Ne jemi qenëroje jashtë strukturës. Sepse ne jemi përtej strukturës, duke ruajtur palët. Për shembull, pse nuk kam pranuar me fol asnjëherë? Sepse un kam një status politik apo. Po, duke mos u futur me fol, ka moralin që të pengoj Arlind Qorin, Agron Shen dhe Adretik Lapin, apo. Un jo. Do të thënë asti jo. Këtë po, e kemi shpjeguar, po. Tani koncept të shpjegoj diçka që shumë e rëndësishme. Pse bërëm këtë hyrje për veten time dhe për shokët e mi? Bashkëftarët e mi, Zirkoni etj. Është shumë rrok. Për të thënë vetëm kaq. Kemi informacion të plot se s'ka ngel pislik pa u bë. Pyetja është, çfarë po thuan gjithë to pisliqe? Më fal për shkak një ashtu të madh. As i vlerë. Do thosh ti jo po do ishte ore për ta korrigjuar. S'di ku ta kapësh e ku ta fillosh, 1 milion gjëra duhen korrigjuar. E çfarë rëndësi ka se si korrigju? Pyetja çfarë po ndodh? A ka rëndësi korrigjimi? Sa e rëndësishëm është korrigjimi i gabimeve? Kemi kuptuar gjë. Unë kam pasi debat para 2 javësh me Tan Goxhaj. Unë isha për 2 korrigulla. Ti hym. Që si ti hym? Ti hym ora. Kujt? Kryeministrisë ora. Të futesh brenda. Parlamentit ora. Brenda. Me 100.000 veta ora. Po. Aha. Po ju jap informacion. Po ashtu si ti ka pas me qindra shqiptar, me mirë, me qindra, me mirë, po. Gati jemi. Po. Mos u habit. Gati jemi. Po. Para 2 javësh, çfarë thotë Dritani? Çfarë debati ke pas? Pikërisht po të shpjegoj. Para 2 javësh, Dritani kishte marrë një rol shumë të rëndësishëm. Për shkak se nga kush i kishte marrë? Po ta shpjegoj. Pas Rinasit. U kuptua që u mori një goditje shkatërruese për protestë. Po. Gjithë e thonë atë të Rinasit, madje aty thonë që ka marrë tjetër, le themi, si e lexon njerëzit, ka marrë pikjatën për poshtë. Sikur Rinasi që ishte një goditje vdekjeprurse në një kuptim për protestën. Bra, kështu e lexojmë pjesën e madhe. Po. Të ketë prodhu pikërisht atë që vjen nga lart antikorpin. Dhe antikorpi në atë çast u shfaq Tan Goxhaj, i cili mori me një rol dhe vuri rregulla. Pyetja ishte, ku ishte Tan Goxhaj para Rinasit? Watchdog. Në momentin që e pa që po shkonte, fa po fut dhe i dha i drejtim tjetër. Si drejtim i dhash pyetja? Dhe unë këtu kam pas debat me Tan Goxhaj. 2 goxhe përballë njëri tjetrit. Një që ishte ushtarak, ishte bo 3 luftra, i tha Altinit që kjo betejë do fitohet pas pyra si xham. Dhe ishte vetëm rrugë për ta fituar për të mirën e Shqipërisë. Dhe unë që s'kam bërë asnjë luftë, vetëm kam tallë me nerën e policët. Po. I thë, ne duhet të përdorim se Rama nuk ka për ta dhënë kurrë. Nuk ka rrugë tjetër. Po ai se jep dorëheqjen. Kjo është për mundes, edhe sot e them. S'ka shans të jap dorëheqjen. Unë i thoja që, o vllai, nuk e jep dorëheqjen, ne do të na bëj Skënderaj Vučić. Po. Skënderaj Vučić na maj rrugë dhe za lodhë. I vite gjytës 2 vjet. Se madje u tha me kategorike, tha një nga ata folësit aty, një gazetar e tha që në shtator do të jemi më shumë. Çfarë do thotë kjo? U mbyll protestat tani, nuk ka do të shkojë deri në shtator. Çfarë ishte ajo? Ai ke dëgjuar besoj? E kam dëgjuar. Ai që e bëri atë gjë, nuk duhet ta paragjykoj që e bëri me qëllim. Mund t'i ketë shpëtuar dhe goja. Po ajo që bëri ishte dëmshme shumë. Apo? Po ajo më dha shumë mesazhe ajo gjë. Po. Mund kaftofa. Është shumë e dëmshme. Asu nuk po them që ka bërë qëllimisht. Goditjes valla do marrin për ditë. Për ditë do marrim kështu goditjes. Për ditë. Do vazhdojmë të kemi kështu goditjes. Protest. Do ketë skenare se janë 100 miliona. Po janë 100 miliona me ditë, jo miliona gjithsej. Po. Janë 10 milion për ashtu. Edhe po hidhen vazhdimisht se s'po hedhen aty. Po zgjatë, sa më shumë zgjata, ai më shumë të hedhen ato. Po mos harro që qytetarët pagojnë miliona çdo javë. E di sa kushton diaspora që vjen në Shqipëri? Ta kap troni. Pse ke shifër për këtë sa kushton? Sa shpenzon? Ardhja e një shqiptari nga Gjermania në Tiranë dhe nga Tirana në Gjermani, nga Italia në Tiranë, nga Tirana në Itali, se dikush thot oferta avionësh, nuk ka oferta avionësh kur të gjithë njëkohësisht duan blejnë bileta. Rritet çmimi, ti e di shumë mirë. Apo makina, tragete, rrugë gjata, lodhje, stravacime. E gjithë është e parë është ajo, gjithë.
Vlla, lut për miliona çdo javë. Euro. Një person që vjen në Shqipëri, që merr lekët me vete, harxhon lekët, i lë 1000 euro. Mos i kanë bërë këto kompanitë të transportit e gjë protestën avokat që si kishte ra krizë ato. Tash e kujtova që jam të fisku. Ose edhe unë jam përfshi shumë, kam qenë shumë serioz të kohë, jam përfshi shumë. Po thoya që gjithë kjo energji negative që prodhon sistemi, me skenar, me kurthe etj. Më kujton Machiavellin. Se dua të shpjegoj drejt në Goxha debatin tim me të. Goxha e vs Goxha. Unë që s'kam bëha si luft, i thoya duhet luftë. Duhet dy korrik të marrën punë me këtë qenit. Me Kadafin tonë. Që Kadafi për mua është një nga njerëz më të mëdhenj që ka pas Afrika ndonjëherë, po në mënyrën se si u shtrajtuar arketipi i goditjes tij, vrasjes tij, ke parasysh. Ai dhe tani që thoshte Altina si xham. Ai kishte bërë 3 luftra. Kur unë kalova mes policëve, ai ka lutur me ushtarëve serb me automatik duke qelluar njëkohësisht. Kur unë kisha hallën e ujit që godit makina e ujit, ati kishin gjut me mortaja, ke parasysh. Kur unë marr Sprite ke syt, ati kishin gjut me mitraloz 12.7. Ka përse dy veta që debatojnë dhe ka çik paradoksin, një Goxha që s'ka bëu si luftë në jetë, përballë një Goxha që ka bëu disa luftë. Është la me ujë atje i para. Ai thotë si xhom. Ky thotë, çfarë xhom është për. Tani, ky muhabet para 2 javë gjys, para diasporës valla. Diku ke 3 javësh në parim. Por realisht jemi ul për të folur për këtë temë, diku 40 orë pas Rinasit. Dhe akoma dhe më shumë për këtë temë, direkt mas diasporës të para 2 javëve, që ishte shtuna e fash. Dhe koncepti i gjithë sa historie ishte kush ka të drejtë. Pas rezultati flet shumë apo jo? Po. Dhe në një kënd vështrim shumë njerëz do të ishin me mua. Ja, më ku jemi sot? Rama pushtet, arrogant, Futjesburg, apo jo? Pra të thonë ka gabim, apo jo, me këtë logjik. Ja ku kemi Rama. Ndërkohë që unë kam një javë që bindem çdo ditë, që unë e kisha gabim dhe ai kishte drejtë, dhe do ta shpjegoj sot pse kjo mënyrë që po bëjmë është e vetmja mënyrë për ta fituar këtë betejë. Kjo të shtunës fuqishme, ditës javës rezistencë dhe vazhdimisht shfaqet mos vjen. Thua do përgjigjet diaspora çdo shtunë avokat do ketë ose shqiptarë të tjerë. Tani do shtohet diaspora për shkak se vijnë pushimet. Do ikin me bë plazh dhe vazhdimisht. Sepse më thonë nuk ngjohet shumë mirë audio. Varet se kush ta thot. Edhe okay. Nuk e di, ma konfirmoni pak ju lutem, ju kërkoj ndjes. Dgjoj, fike. Ma konfirmoni pak ju lutem. Bëj kështu. Shkruaje, mos e vjet thuja, po të ta shkruajmë përgjigje, jo mos e shkruaj ti, ta thoj ta. Konfirmoni pak me koment, si dëgohet, si nga që lexoj një koment. Edhe për të çorë ditë apo. Okej. Po. Mirë, ne e di që është shtuar si ke protestë. Është shtuar patronazhimi. Kudo online në Dukje po fakt është paksuar. Ti se di këtë gjë. Është shtuar në Dukje po është paksuar. E di pse është shtuar në Dukje. Është më mirë se herën tjetër apo? Po. E di pse është shtuar në Dukje. S'tash i din se ku sulmojnë. Përqendrohen këne. Është paksuar se janë më pak. Pse janë bë me ne? Se kanë nga të shumë shumë mosha e patronazhistëve. Tash shumica e patronazhistëve në totalin e tyre, jo se janë shtuar, po në atë pakicë që janë të moshuar. Mbi 50, mbi 60 vjeç, mbi 70 vjeç. Mos u habit. Patronazhistët? Po. Mbi 60 70 vjeç? Po. Par ne mblidhen gjithë plej këtu para me. Vlla. Mos u habit për ti që po ta jap, se ta jap nga PS-ja unë të se burim. Janë në krizë të madhe për patronazhist. Erozioni më të madh nga kjo protestë ka marrë patronazhimi. Është paksu shumë numri patronazhistëve. Dhe ata që janë futur pa atë mesazh në Arbe Maznikut? Jo, se kam pa. Jo, se kam pa. E kanë lexuar ca të tjerë aty që na ndjekin. Duke shpjeguar si duhet të rekrutojnë njerëz për patronazhim, se i kanë keq punët. I kanë keq punët. Ore Rama po e shoh shumë të qetë valla, po e shoh shumë të, ë? Do ta shpjegoj ti sot me fakte. Vetëm qëndroni, shpërndani live-in, jemi edhe në TikTok edhe në YouTube, shpërndani asi smora edhe kafe për vetë, edhe kafe tjetër. E di sa keq ka punët, sa ditën e njëjtë, kur unë isha aty para se të më arrestojshin, kam pa me sytë e mi, kishin marrë policë nga burgu Peqinit, që nuk ndalohet me ligj. Po pse kishin marrë policë nga burgu Peqinit, do thoshti? Sepse nuk kanë më beske policët e tyre në Tiranë dhe i marrin kështu me grupe, që këtë e ka filoni. Këta të katër do mi se filan se e kam siguri ka ai që mi ka sjell. Po ti shifsh ata të Peqinit, më zot. Më pëlqeu shumë ajo ditë e shenjtë.
I ki bo zbor policisë atë ditë atje, ke parlamenti, që u afrova në moment se unë isha mi pjesë tjetër të protestës, ku ishin i parlamenti, që i morën për punën e numrave. Atë kam kështu. O shefi, merr. Atë kam vesur. Ke kështu për herë. Atë spektakël. Kam 10 vjet për historinë e numrave. Pse? Nice, hajde, mos merr me këtë. Kalojmë me vazhdimin e kemi kohë, po kalojmë kështu. Po vetëm po thoya që për të punë Ramës që është mirë. Ke rradha tretë e policëve, se do thotë edhe pastaj këtë gjë. Më thot i gocëm. Ora, çka ka që qesh kë? Kur më thot mu, mas një konstatimi të dytë, një psikologe, aktiviste, proteste. Avokat, më duket se këta janë drutha me substanca psikotrope. Çfarë thua? Të radhës tretë, jo të parë dytë. Po pse parë dytë kanë. E di më me fytyrat, vrerosur ditë kështu. Në hall, siklet. Kurse të radhës tretë ishin kështu. Bati se ç'a e bësh kështu? Edhe qesh në një orë. Pse qesh ti thoshte ajo goca, ke parasysh? Edhe ka bëu habi një nga këto policët të Shqiponjave, duket si ishte. Të herës parë për leshjes me që na goditën domethënë, të martës. Ore duke qesh vëlla, unë nis me vrap duke qesh. Duke qesh, thash, po ky vëlla është normale, kam vetë filmuar. Kupton ti çhalli. Ore si ka mundsi? O kupton ti çhalli ka Rama, ka ftuar drogoj policët e vet, se nuk i përgjigjen vëlla, duhet të jenë pandjeshëm, prandaj drogohen, jo për të qenë agresiv. Janë eufori. Po të jenë pandjeshëm. Sepse po marrin urdhra që nuk mund t'i zbatojnë dot. Kjo është shkelje, kjo është. Jo, vëlla, këto shkelje ka ngjëjë pa u shkel këtë vend. Eksakt. Mua më intereson dobësia. S'më intereson shkelja. Më intereson dhe më gëzon fakti që kanë puna këtu. Po përdorin këtë, po bëjnë të gjë. Kaq keq që kanë punët. Tani për të treguar sa keq që kanë punët, po t'i jap një informacion. Ambasada gjermane dhe ambasada amerikane kur kanë raportuar në qendrat e tyre, se këto thashë themi dalin dhe nga njerëzit e tyre që janë nëpër ambientet tona, pas kanë bërë raport që 1500 policë të angazhuar ditën e shtunë para 2 javësh rreth kryeministrisë, kundër këto 200 forca. Renea, pjesa më efektive, kanë qenë brenda kryeministri, më dëgjove tash? Brenda kryeministri. Kishin vendosur me njëri tjetrin, të gjithë. Ky popull po hyri, ne do ikim.